biznesi është lojë inteligjente, kemi thënë, është një lojë dinamike, është një lojë që lëviz në mënyrë kaq të çmendur në një farë mënyre, ku neve se hapim sytë dhe mbyllim sytë nuk dim që ditën tjetër ku ka shkruar biznesi, ku konsumatorët ku janë me ne, janë me ne, klientë janë me ne, nuk janë me ne, në një farë mënyrë është kaq dinamike sa është e çmendur. Atëre, mjafton një gabim në fillim, hajde pastaj ta mbledhësh gabimin. Se puna shallët, e kemi thënë përmend. Një lider i mirë duhet merr njerëz më të mirë se sa vet. Fantastike, Eduardo Kitje. Dhe pulat nuk bën shqiponja. Fantastik. Pulat nuk bën shqiponja. Shumë pëlqej kjo. Çoj në shkollë ti, në shkollën e shqiponjave pulat do ngelen ato. Atëherë ki kujdes kë merr në skuadrën tënde. Përshëndetje të gjithëve. Unë erdha me Paterica dhe po dal po eci me këmbë, ishte një terapia më e mirë që kam bërë ndonjëherë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, faleminderit. Duhet t'i bëjmë gjërat e matshme në mënyrë që t'i menaxhojmë. Bravo, fantastike. Nëse diçka ne nuk e masim, nuk mund të menaxhojmë, nuk mund ta ndryshojmë, nuk mundet me fjalë ta përmirësojmë. Faleminderit, Florian. Rritja e njohurive ul egon. Rritja e njohurive ul ego. Atëherë nëse ne duam të bëjmë rezultate në skuadrën tonë, në biznesin tonë, në jetën tonë, e të marrim maksimum nga njerëzit tanë është të ulim egon në moment që unë egon rezultatet të rriten. Dhe një lider i mirë është ai i cili thotë që shikoj rezultatet të mia, rezultatet kanë ardhur, njerëzit thonë e arritëm vetë rezultatet. Atë të do. Që njerëzit tu të ndihen të lumtur, ndihen mirë, janë me tyja, që sjellin rezultate. Përshëndetje. Juve dje folët që duhet jemi shumë të vëmendshëm, përveç kundrejt klientëve, kundrejt bashkëpunëtorëve, por dhe kundrejt stafit tonë. Ju folët shumë bukur për këtë gjë, dhe unë doja të thosha që dje vura re një gjë të mrekullueshme dhe këto nuk janë thjesht fjalë që ju i thoni, por pash zonjën Marta që u kujdes për zonjën Alma mbasi ajo mbaroi lekturën, pra si foli për ne dhe ishte atje në cep, ajo kujdes, i çoi ujë, i çoi diçka dhe kjo ishte një gjë shumë e mrekullueshme dhe është një shembull dhe është një mesazh që një veprim flet më shumë se sa fjalët dhe kjo e vërteton atë që ju e thoni në teori dhe e bëni dhe në praktik. Faleminderit për shembullin tuaj. Atëherë ajo që shumë e rëndësishme është kjo këtu. Nëse do të kemi klient të kënaqur, do të kemi punonjës të kënaqur. Neve ka raste që du të shkarkojmë disa klientë, sepse janë jo produktiv. Por ki kujdes, më mirë të sakrifikosh një klient shumë të mirë, se sa një punonjës shumë të mirë. Ky është parim, ky është rregull. Kini kujdes, mos bëni gabime, sepse biznesi janë njerëzit që ke. Më tregoj njerëzit të them se kush je, më tregoj njerëzit të them se çfarë biznesi je. Nëse ti nuk shikon buzëqeshje në fytyrën e njerëzve, do thotë diçka nuk ndodh mirë atje, do thotë nuk ke kulturë të duhur. Atëherë duhet punosh që ta krijosh kulturën e duhur, sepse ajo buzëqeshja, ajo entuziazmi, ajo dashuria për brandet, për tyja, për kompaninë, e përçon te konsumatori, e përçon te klienti. Dhe kanë dëshirë klientët të punojnë me njerëz të cilët janë entuziastë, të lumtur, janë profesionistë. Nga shumë gjëra që kemi dëgjuar këto vite, domethënë ajo që më ngel në mendje këtë herë, përveç shembujve të tjerë që u përmendën, ishte ajo që për çfarë vjen njeriu në jetë? Për me vujt apo për me kriju? Dhe mësova pastaj që prit, se pas ka krijim pa vuajtje. Dhe në sipërmarrjen tonë, domethënë ne vuajmë plot, sakrifikojmë plot, dhe këto i shohim si vujtje, si mundime, por që vlerat e njeriut u shih kanë në kohra të vështira. Prandaj edhe atëherë kur ndihemi më të ezauruar, më të shkundur, më pëlqeu jashtëmase shprehja e profesor Ahmetit kur tha që stop, retune yourself, si me kitaren. Faleminderit. Kështu që kjo ishte ajo që më ngel. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Është shumë e rëndësishme të kemi diçka në mendje. Asnjë gjë në jetën tonë nuk e marrim pa paguar një çmim. Çdo gjë në jetën tonë ka një kosto. Më shikoni këtu, më thoni sa orë gjumë kam bërë mbrëm. Vetëm 3. Është vërtet, çohet në orën 4 martha dhe më thot, Vasil, hajde, dalim u martha do vi. Sepse po lexoja të gjëra të bukura me fjalë rreth operimin, se kisha mbledhur gjitha ato materiale, thashun operimi, prodhimi, sistemet, gjitha këto do t'i vendosim me fjalë atje, kjo t'u ja çoj njerëzve sa më të thjeshtë të mundshëm. Edhe më kishte kapur ajo reksti, dhe nuk ishte punë se kisha gjumë, se po të kisha gjumë do kisha fjetur.
është ai pasioni, e cila të mban zgjuar. Por ama nëse pasioni është i madh, nëse dëshira jote është e madhe që ti të kesh sukses, do të arrish. Nëse thua që shiko, unë do përpiqem, s'ke për të bërë sukses. Por njerëzit du ta ndjejnë, janë atje për diçka ndryshe, për diçka më shumë. Janë tek tyja ajo thjesht për lekët, për një kuptim. Pra nxjerrë kuptimin, është frikësia jote si lider, ta nxjerrësh kuptimin. Pse njerëz janë atje, tek tyja? Sepse janë një kompani modele, se një kompani që bën diferencën, se janë në vendin e dur, sepse rrisin veten e tyre dhe kanë mundësi të rrisin familjen e tyre. Kanë mundësi të shtojnë vlerë tek vetja duke shtuar vlerë të komunitetit në çdo njeri që takojnë. Përshëndetje të gjithëve, për mua ka vlerë shumë ajo fjala cilësia dhe marketingu, që nuk vlen vetëm marketingu, po cilësia, vlen të dyja. Bravo, shumë. Atëre, tani pyetja është e tillë. Ju kujtohet në fjala jo që, ne bëjmë marketingun shumë të mirë, po cilësinë se kishim të mirë. Në rastin konkret, kemi pasur xhiro, por kemi pasur problem afatgjatë, do humbasim lek, sepse njerëzit do largohen nga produkti jonë. Nga ai shembulli tjetër, që kishte marketing shumë të vogël, por kishte investuar në cilësi, kishte një problem. E të cilë ku ishte problemi është shembull tjetër? Problemi ishte që ai s'kishte të ardhura. Edhe afatgjatë ai nëse nuk i plotson do të ardhurat, s'do ketë kesh, nuk do ketë parat, edhe do të falmendoj. Edhe rritja e parë për shembull mund mos kesh sistemet e duhura dhe mund të kesh probleme. Atëre, të gjitha janë të lidhura. Edhe investimi te cilësia, edhe garantimi i sasisë, edhe investimi tek marketingu, edhe tek sistemet për ta suportuar atë gjë që ti do sjellësh. Njerëzit e shitjeve të gjitha janë një. Çfarë tham? Rezultati që marrim në biznes është barabartë me hallkën më të dobët. Kaq e thjeshtë është. Nëse neve shitjet i kemi 5, pavarësisht gjithë të tjerë i kemi 10, do marrim 5. Nëse prodhimin e kemi 3 do marrim. E di pse një gabim bën në prodhim, edhe gjithë puna jote, gjitha investimi që ke bërë ti në operime, në sisteme, e gjitha do shkojë dëm. Por ama, që të mos bësh gabime, ato du të futen sistemet, në operimin, brenda, në proceset për të ndërtuar brandin, për të ndërtuar produktin që ti kërkon, në standardin që ti kërkon, në cilësinë që ti kërkon, në sasinë që ti kërkon. Faleminderit, po. Atëherë ajo që unë mora nga këto ditë është që mjeshtërimi nuk nënkupton vetëm strategjitë, numrat apo sistemet. Nënkupton mirëqenien duke filluar nga unë i jotë dhe duke e përcjell rreth gjithë atyre që ju rrethojnë. Faleminderit Vasil që e kishit organizuar në këtë mënyrë. Atëherë, unë e dje kam shpreh mendimin tim, por sot po e ndi një thirrje për një element shumë të rëndësishëm që ndoshta jam shumë e sigurt që kam ju mbetë në kujtesën e të gjithë juve këtu që jeni në sallë. Krijoni advokat nga njerëzit e juaj. Unë po ju tregoj një histori, sepse historitë janë për t'i vendos fëmijët në gjumë dhe për t'i zgjuar të rriturit. E këtë histori e kam jetu në një ditë trajnimi që isha me një staf në një kompani, isha duke i mbajtur trajnimin e shitjes, edhe aty në mesin aty në të rive ishte edhe një qun. Ai qun, më besoni, bënte dallimin jashtëzakonisht nga pjesa tjetër e atyre personave të cilët ndiqnin trajnimin. Dhe ishte totalisht ndryshe nga mindseti, nga mënyra se si ishte klientët, tregun e shumë gjëra tjera. Dhe unë po e pyesja se ku kishte punuar para se të vinte këtu në këtë kompani që unë isha duke trajnu. Tha, unë kam punuar në Agna. Dhe në momentin, sinqerisht, po e flasë sepse dua të lë gjurmë tek ju, kush jeni si përmas, kush jeni CEO, kush keni njerëz që punojnë në kompanitë e ju, që kjo ka shumë rëndësi. Dhe ai nuk ishte më pjesë Agnes, por çfarë më tha ky qun? Tha Mimoza, tha më beso, tha unë e kam kryer edhe masterin. Tha po, për 2 vite sa kom punu në Agna në Kosovë, tha unë e kom mësu ma shumë se që kom mësu për krejt vite që jam shkollu me master, me paramaster, shumë gjana tjere, ishte djallë i jashtëzakonshëm, briljant. Dhe tjetra që am buni për shtypje, se a buna pyetjen, thash, çfarë mendimi kiti për Agnën? Tha, po ta tregoj kështu shumë shkurt. Tha, kom punu para Agnës në një kompani tjetër, tha edhe aty tha as nuk ndalna për me u furnizu me derivate në një kompani ku kishte punua para Agnes. Tha, po, kur më rasti që dua të pi ujë, tha, më beso, tha, në qoftë se i ka të rendisura ujë rrugove, ujë akull, tha, unë i largoj gjitha ato dhe lypi ujë spring. E kjo është
kjo është njerëz të mi, kur ju Faleminderit. leni gjurmë të Faleminderit. jashtëzakonshme, Faleminderit. mbyllni fora në Faleminderit kokat e njerëzve t'juj, që edhe kur s'janë pjesë e kompanisë tuaj, ata t'jenë advokat të kompanisë tuaj. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Të besosh nuk mjafton, duhet të jemi të bindur. Të besosh nuk mjafton, sepse kemi thënë që bindjet janë ato të cilat krijojnë filozofinë e dur. Pra, bindjet janë ato parime të forta, janë ato parime të cilat nuk dyshojnë, rodokitje, faleminderit, të cilat krijojnë filozofi. Unë besoj se kjo mund të jetë, jo, unë jam i bindur, kjo është rruga e dur, dhe kjo do të ndodhi, kjo do të bëhet. Kaq, e thjeshtë është. Shumë mikë. Po Lida. E para fare do thosha shumë faleminderit. Unë do të thosha dy gjëra, në fakt që duke ardhur çdo vit këtu do doja t'ju drejtohesh atyre që vinë për herë të parë, atyre që vinë në mënyrë të vazhdueshme. Për ne që vinë në mënyrë të vazhdueshme dhe që ju ndjekim, unë besoj që ajo që po ndërtoni nuk është vetëm agna, por ajo që po ndërtohet këtu është një gjë e cila është e jashtëzakonshme. Vasili, unë doja ta thosha ballaball. Ajo që po ndërtohet këtu është një network i jashtëzakonshëm. Do ketë njerëz prapë që do kaloj koha dhe do thonë ne kemi qenë në ato trajnime. Dhe nuk është vetëm kjo, po është grupi që po ndërtoni. Kjo është për ata që vinë në mënyrë të vazhdueshme. Unë nuk shikoj ndonjë përsëritje, sepse jeta është shumë e ndryshueshme dhe unë e di që si trajnues gjithmonë është kjo që mos mendojnë që po them, nuk ka një përsëritje, ka një strukturë, ka një sistem në këtë gjë që bëhet dhe unë mendoj që është e jashtëzakonshme. E them kjo, po e drejtojmë disa të rinjve që unë i pash ishin të rinj dhe mund të jem dukur çik crazy lady për ca dhe them për sa ju fajte dhe i thash shiko, këtu nuk është vendi të rinj, shikoni se keni njerëz rreth e rrotull që ju mund të shtoni gjërat tuaj. Këtu është vendi për një network të jashtëzakonshëm sepse jeni në momentin që the high tide in your thinking është këtu dhe nuk është që ta xhoni kohën kot. Dhe unë do të thoshe që janë dy gjëra që unë vërej në mënyrë të vazhdueshme tek ty dhe që mendoj që janë një shembull për të tjerët. Është një martesë e bukur midis një vizionit jashtëzakonshëm dhe përulësisë. Faleminderit. Dhe unë mendoj Faleminderit shumë. dhe të falenderoj sepse në ekosistemin ton Faleminderit. kjo është e jashtëzakonshme. Kështu që Faleminderit. faleminderit dhe mirënjohje. Faleminderit shumë, faleminderit.